Bashkimin Evropian apo jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sot ndoshta s'është momenti. Ardit, mendimin e regjisë unë do doja gjithashtu edhe të transmetoja pikërisht deklaratën e Berishës kur flet për protestën. Nëse është burr, tha Berisha, Rama të qëndrojë në zyrë në 24 janar. Si duhet ta kuptojmë këtë? Si është mobilizimi brenda strukturave të Partisë Demokratike? Është ky kërcënim, duhet presim tensione dhe kaos, se në një deklaratë më pashme në fakt Berisha tha edhe do ta bëjmë natën ditë. Them drejtën, nuk e di nëse është gati materiali apo... Ja, nëse më konfirmojnë, po për të dëgjuar një herë. Po, e kam. Jemi ne. Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë, të aprovojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrët i ke plumosur, rri. Shko futur, rri, ne je burë. Ardit. Të drejtën, Ilir, nuk di si ta shpjegoj politikisht këtë lloj deklarate, sepse nëse do e marrim në kuptimin literal, mbas këtyre fjalive që thot zoti Berisha, nesër ne duhet bëhemi gati për luftë që protestuesit së paku, minimalisht, të përsëriten skenat që kemi parë në 21 janar 2011. Larg qoftë. Por, larg qoftë. E themi të gjithë një gojë këtë, por kur kam fjalën tek skenat e dhunës, pra për plasje dhe konfrontimi me policinë, nuk e kam fjalën tek viktima në mënyrë absolute. Por unë dyshoj dhe në informacionet që kam, protesta e ditës së nesërme është larg të qenurit e tillë, pra të qenurit një protestë e dhunshme që të detyroj kryeministrin apo cilin do titullar të shtetit shqiptar që të largohet nga zyrat e shtetit për shkak të protestës apo për shkak të frikës se situata mund të eskalojë edhe protestuesit të marrin në duar godinat dhe zyrat e shtetit, sepse përkthimi i asaj që thot zoti Berisha është këtu që protestuesit do hyjnë brenda kryeministri, do e zaptojnë atë dhe zoti Rama po qëndroi aty, protestuesit do kryejnë akte dhune. Pra, kjo është këtë lënë të nënkuptuar, por unë dyshoj shumë edhe në informacionet që kam nuk besoj që shkohet drejt kësaj gjëje. Ajo që ndoshta mund të ketë vlerë kjo lloj deklarate që bën zoti Berisha një ditë përpara protestës është ndoshta për të nxitur pak më tepër protestuesit drejt ose për të rritur atë valën e tensionit që nesër së paku protesta të jetë pak më energjike se sa ajo që pam në 22 dhjetor, ku së paku shumë analist, gazetar, po edhe vetë protestues, siç duket ishin të zhgënjur ose nuk kishte arritur pritshmëritë e tyre protesta, me ato 2 orët apo 3 orët kalim në bulevard, u dëgjuan disa fjalime dhe u shpërndan pastaj në përbanesat e tyre apo në destinacionet dhe qytetet nga kishin ardhur në Tiranë. Do të shohim pastaj se takon pjesës tjetër të deklaratës që do të jetë proteste qëndrueshme, do e shohim edhe këtë nëse do qëndrojnë aty, sepse kemi parë në të gjitha variantet kur Partia Demokratike ndoshta ka qenë edhe më e fortë dhe më e fuqishme në aspektin organizativ se sa sot, kur ka tentuar të bëjë protesta me ngulmim, pra me qëndrim. Protestat ka përfunduar me 50, 60 apo 100 njerëz që qëndrojnë aty dhe të tjerë të shpërndahen sipas punëve të veta personale. Pra, është nga të gjitha anët që ti marrësh këto deklarate janë thika që presin nga të gjitha krahët, kështu që Aulon, ja qëndroi Rama në zyrë, çfarë ndodh? Çfarë lidhje ka me qëndrimin e Ramës? Duke referuar deklaratës Berishës, nëse është burr le të qëndrojmë në zyrë. Berishën për atë që tha, jo mu. Nuk e një qëndrim, se tani e bëjmë gjithë analizë. Arditi thot nuk më rezulton që do të ketë tension kaq të madh. Me kalasha, e kuptoj se kryeministria nuk është kala, domethënë. Ajo që më intereson mua është çfarë do bëhet me Belinda Ballugun. Domethënë, kjo është historia që do ndaj Ramën në raport me drejtsinë, me amerikanët në të rast, sepse dashnori i reformës në drejtësi është një përplasje drejt për drejt tani me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në këtë pikë, sepse nuk pëlqon një nga njerëzit më të korruptuar në qeverisë së tij. Sepse nuk e lëshon, dihet qartë, sepse ai është pas zonjës Balluku. Në rast se Arben Ahmetaj kishte shkresa kundër Edi Ramës, zonja Balluku ka video kundër Edi Ramës. Prandaj po e mban me çdo kusht. Çfarë video? Kështu që video të bashkëpunimeve që kanë bërë, si të vetmen video të gjatë aferave korruptive thua apo ç'lloj video?
Apo të prezentimit Jo. Janë disa video të cilat kanë bashkëpunu me njëri tjetrin në Janë në afera dorë si këto? korruptive. Unë besoj se po. Që janë. Po janë dosje pastaj ç'a vlerë ka që Ja, po duhet me prit pak. Okej. Se qa do ndodhi. Po Kjo sa është e është kjo vërtetë. pak o Ulon? Po tani unë nuk e di se unë nuk jam prokurori çështjes, por unë gjykoj që ata janë si vëllezërit siames, kur smuret njëri të shtin tjetri dhe e kanë detyrim përcaktim mbajtjen e njëri tjetrit. Është një marrëdhënie shantazhi. Shiko, kur pushteti shkel ligji nuk quhet më qeveri, quhet mafia. Ne jemi në veprime mafioze tani. Kodi omerta, kemi djalli vishet me të zeza, kemi veshje të zeza, kemi gjuhë komunikimi shumë të rrezikshëm, kemi provokim që zoti Rama i bëri ambasadës amerikane që e uli të korruptuarën me të ngarkuar me punë të ambasadës amerikane. Për gjitha këto do vi Po dita si që do është përgjigje. gjua e komunikimit, veshja me të zeza, se më kuriozohet tani. Janë ato, janë. Djadhi i fishe edhe me Prada. Po patjetër, po me të zeza, Me të zeza, e cili është mesazhi i të zezës? Po kuptohet, e zeza çfarë Po na i thua pra. Po përfaqëson vdekjen. Patjetër. Vdekjen politike, se po flasim kështu me jo deri aty, por ju thash deri tjetër, kemi të bëjmë me veprime mafioze të tyre tani. Vetëm qeveri nuk quhet kjo. Ka një qeveri tjetër që sapo merr mandatin për 3 muaj konsumohet në këtë lloj mënyre? S'kam pa. Në Europën perëndimore flas. Avokat, e mbyllim bashk për protestën, për deklaratat e Berishës, si i sheh? Auloni nuk preferoi që të prononcohet për deklaratat e Berishës. Do prononcohesh? Prononcohem unë, po patjetër. Në kuptim të funksionit shtetëror, fatikisht që ai ka, në kuptimin institucional, nuk ka lidhje me burririn kjo punë. Rama duhet të qëndrojë në zyrë. Madje zoti Berisha është ai që na i mëson këtë, i cili nuk u largua nga zyra as në 97-ën, nuk u largua nga zyra fatikisht as në 1 janar, kur po marr 2 momentet, po themi, shumë problematike dhe delikate në historinë postkomuniste, për sa i përket sigurisë së institucioneve. Kështu që do qëndrojë në zyrë apo jo, nuk ka shumë rëndësi, dhe për mendimin tim, nëse ka punë do të jetë në zyrë. Kështu e mendoj dhe gjykoj unë. Pastaj pjesa tjetër, Është punë mbas dite, sa është orar pune? Gjithë ky organizim, po tani nëse ne marrim nuk ka 8 orë kryeministri, gjithë ky organizim, me thënë të drejtën, që bëhet disa herë edhe për të ngritur peshë, po themi, antarët, për t'i ftuar ata që vinë Tirana etj, disa herë kthehet në zhgënjim. Nuk do duhet i karikojmë kështu antarët. Pra i karikojmë kështu dhe më pas 1 orë, 2 orësh, hedhim 2 molotov, kthehemi në shtëpi dhe mbyllet kjo histori. Faleminderit për pjesëmarrje. Po pra, ose e ke ndarë mendjen që do bësh një protestë të dhunshme dhe e ke ndarë mendjen që nuk ka E ka ndarë mendjen apo se ka ndarë, avokat? Unë besoj që do jetë një protestë si gjithë të tjera. Madje ka disa skenarë që mund të qëndrojnë aty, nuk e di të vazhdojnë, të mbujohen, të bëhen etj. Nuk është akoma e përgatitur PD-ja, sidomos akoma nuk i ka ikur ai shoku i humbjes dhe i zhvillimeve të brendshme që ka kjo parti për të bërë pikërisht këtë lloj proteste e cila do të jetë pa ndalim, thotë zoti Berisha. Nuk e shikoj një gjë të tillë, sepse nuk reflekton në organizimin bazë. Madje nëse doni,